Përshëndetje gjithë, sot do kemi për review Tracer 9 e vitit 2021. Është një motor që ka tjetin grup me të 9, afërsisht do më thonë, thjesht konfigurime ndryshojnë. Para se të filloj me review, mos harroni të bëni subscribe, e keni këtu poshtë. Si fillim dhe ja bëjmë review në ecje, pastaj do i bëjmë review në vend. Pasqyra nuk ka, po të paktën ka këtë kamerën që qef mbrapa, po ta shikoni, është një kamerë që qef mbrapa, edhe pra ndoj që si preferojnë pasqyrat, sepse i duket motori shumë duhet me pasqyra, ja ku e kanë zgjidhjen, vendosin kamerën mbrapa, e lidhin këtu edhe ja tek duket gjithë pjesa mbrapa. Që ka super kamerë më thonë drejtën, edhe kap ka bo mirë, por si se tani është gati akşam, perëndim se do fillin komentet pasaj se i thua akşam. Fix kategoria motorave sport touring, është më shumë sportiv se sa touring. Thjesht edhe për rrugë gjata është goxha i rahatshëm, i vendos valigjet anësore, edhe valigjet mbrapa, 3 valigje në total, dhe prodhimi është super. Edhe për qef, është goxha motori mirë, siç e thash, ka grupin e M9-s, kështu që edhe për takat është mirë. 95-100 Nm/m torque, se kjo është full Akrapovic. Zegzjeda Zegzjeda që kemi pas review. Ndalojmë pak regjistrimin aty pare, ta përshëndesim, ta pysim ato vimet e. Edhe vazhdojmë direkt, do ketë një cut video. Ome, që bone? Tu ble bukën me zë i këzjet. Celo sa ble, celo, ja. Që të po? Pse? Si dhe të unë. Hajde. Okej, tani e vazhdojmë review në aty ku e lam. Të ble buk me zë i këzjet. Kjo rruga, dhe sa që shkojmë atje të pjesa e qafkrabës, është goxha e keqe, e rëshkiqme. Nuk është rrugë e keqe, më thonë që ka gropa, po është rëshkiqme. Përsa i përket Tracerit, ky ka, me sa kam informacion, që besoj se është i saktë, ka edhe për opcione të njëjtat opcione që ka dhe me të 9-ta. Dhe i shoh pasaj në menu, kur shohim review në vend, po me sa kam informacion kam gjithat opcione, mund ketë disa gjëra ndoshta më shumë që ndihmojnë në touring.
Më të Tracer 9 ka dy versione, ka versionin e thjesht standardin, ka dhe versionin Grand Touring. Ky është versioni Grand Touring. Se qa ndryshime shkan nga njëra tjetra dhe i flasim pastaj kur të bëjmë review në vend. Kam disa ndryshime që normalisht që të rrisin dhe vlerën, si GT-a është më shtrejtë se sa standardi. Edhe shohim pak më vonë pse. Qa opcione është ofron më shumë. Për qenë si motor është edhe i bukur, me thënë drejtën. Ka goxha pamje. Edhe këtë viti, edhe i vjetri, nuk është i shumtuar, po ky është më i bukur. Ky vit është realisht perl. Domethënë një ndër motorat sport touring më të bukur. Është ky, është dhe X-Ray, dhe X-Ray goxha i bukur është. X-Ray më pëlqen se ka shumë fuqi për sport touring. Kurse ky është fix sport touring, anon më shumë të ana sport, kurse X-Ray anon shumë të ana sport. Shpresoj që një javë në vazhdim edhe një X-Ray ta bëjmë review, se jo, kemi ca shok me 2022. Sa të bukur e ka pjasin e quick shifterit. Këto kanë edhe cornering ABS. Do më thonë që ose ti frenon me frenat e parë me lehtësimin kthes, pra ABS i futet në punë. Pra edhe kur je i palos, kjo është cornering ABS. Kanë dhe liftin, që është wheelie control që i themi ndryshe. Po ashtu edhe lifti është me nivele. Së se më pëlqen wheelie control si opcion. Qa do niveli që ta lesh me sa kam provu unë, se normalisht nuk është se kam provu gjitha modelet e motorave të ri. Ato që kam provu me i Mirshëreja, ky, M9-a, ZH2-shi. Okej, ZH2-shi të lejon dhe pak që ta mbaje pak, po zakonisht këto ti e ngren, sa e ngren ullet. Në këto është thjesht sa me bo foto, shkepe, shpejt se ra. Unë së është mbahem si na i gomparist, nuk është se jam në i mjeshtë i gomës parë. Dhe kam thonë dhe më para që ka shumë quna më mirë se sa unë gomë parë. Nuk jam fan si saj. Po pra, pa i sa e mbaj, kur s'ka wheelie control, kur e ke off, besoj se është më mirë. Di që më mishi dhe X-Ray-a e re e vitit 2021 mbrapa e kanë wheelie control goxha mirë. Por ato që kanë provu unë, se kanë pas shumë mirë. Do është edhe unë s'ditja përdorë, se normalisht që ta mësosh një motor që t'ja dish opcionet mirë fare, se ku m'ban, ku s'mban, normalisht edhe duhet ta përdorë sa ko. Thjesht i marrë si test ride ose si review si ndjehet për herë të parë, ose për ato që duan ta kenë si ndjehet si motor, që kush do të blej motor tillë për shembull, shef review-n si ndjehet, si shkon si motor, qa opcione shka dhe normalisht vendos nëse do ta blej apo jo. Ecim e provojmë pak tani. Tani këtu fillon rruga mirë, edhe mund ta provojmë pak. Është goxha i lehtë, është shumë praktik. Pavarësisht se është sport touring, është goxha praktik si motor. Edhe për kthejes, edhe për të kënaq. Është një ndër motorat më perfekt për mendimin tim sport touring. Nuk është se ka aq shumë fuqi sa ta qush gati sportiv, po edhe pa fuqi nuk është. Është fix motor sport touring. Keqja kur ecën shpejt është që në moment që je i syt, ja unë përshifsha kilometrazhin sa ngrita kokën, jo e makinë para. Pra në moment që e ke vendos me ec, duhet që ti mbarë syt para. Mos shpërqendrohesh. I kemi dhonë fan dhe klapës. Sa të bukur
kur e ka quick shifterin. Wow! E t'gju qa plase jasë të gjoni prap. Nëse se mikrofon gjohet mirë. Ja, sa t'galit e pjesa drejta në gjoni prap. Super zhurm. Edhe për poshtë kur ujt super zhurm. Shumë e bukur. Super quick shifter. Në thënë drejtët. Me ka su me mishin që kemi bërë review-n që thash që për mu nga quick shifterin më të mirë. Edhe gënë të ajo kategori. Normalisht, për sa kohë ka quick shifter, ka dhe slipper clutch. Slipper clutchin e kam shpjegu dhe më para, është që në momentin që unë mund t'jem marsh 3 dhe kaloj direkt marsh par, kjo i balancon vetë gjirët, pra nuk është se s'pëston gomën mbrapa. Ja, për që po t'jem unë marsh 2 edhe kam gjiro, ta ull marshin, nuk është se ma s'pëston, thjesht ja rregullon gjirët vetë slipper clutchin. Është super opcion që unë mendoj që çdo motor duhet ta ketë. Trit e kanë, po thuaj se gjithë kush ka quick shifter, po thuaj se e kanë të gjithë. Është i çike shtrejt për tu ndrru dhe konsumohet pak më shpejt. Po nëse do të bësh gara ose do të hecësh shpejt nëpër rrugë, është opcion që për mendimin tim duhet ja vendosin çdo motori. Praktik dhe për kthesa dhe për ture. Shumë i rehatshëm. Edhe sëndiljet nuk është se paska shumë para rehatshme. Dhe sa di unë këto kam 2 modalitete sëndiljesh, kanë sëndilje sportive, kanë dhe një sëndilje komfort. Jo kam përshtypjen se është komfort. Kanë dhe sëndilje me ngrohje. Kur të bësh rrugë, ti jesh rahat, edhe dorezat i kanë me ngrohje normalisht. Frenin e ka goxha mirë. Hop, qeni. Qeni motor me dalë në qenë para. Bo. Jam su me quick shifter, direkt i leva më shkandora. Ja bëjmë pak review në vend, pra qovim pak opcione që ka, edhe pastaj do bëjmë dhe i gjirë 2 km 29, dhe dhe mbyllim. Pas ka njerëz të ndrugën. Super mjetë plau. Shumë i mirë. Sa të bukur kishe zhurmën e quick shifterit. Ma hoqi zarin fare.
Atëherë siç e pam dhe në fillim videos, sot kemi për review një Tracer 9, është GT, viti 2022. Çfarë ndryshimi ka GT-ja me versionin e thjeshtë, është që ky ka amortizatoret e regjistrueshëm në mënyrë elektronike, kurse i thjeshti ka manuale. Ky ka quick shifter up and down, kurse i thjeshti unë e di që ka vetëm up, po ky që ka motorin thotë që nuk ka fare. Kanë sendiljen, kanë një version sendiljes me ngroje, kanë dhe dorezat me ngroje nga fabrika, që versioni thjesht nuk i ka. Një ndryshim tjetër që dallon GT nga versioni thjesht është që këtij vendosen dhe valixhet. Pra ka 3 valixhe kur del nga fabrika, kurse i thjeshti nuk i ka. Është një motor që ka diku te 120 kuaj fuqi, bashkë me tunin, bashkë me marmitat, që ky është Akrapovic. Edhe ky është Akrapovic. Ky shkon diku te 130, ky që e ka thënë Dino është fut dhe është 135. Torkun pastaj e ka te si më të nënta, 93, bashkë me tunin mund shkoj te 100-sha, 101, 102 ndoshta. Dhe amortizatoret i ka KYB, fare dhe mbrapa. Ndërsa për sa i përket opsioneve, është pothuajse njësoj opsionet me të nëntën. Ka dhe riding modes, slide control, ndryshimi i vetëm që ky ka është që ka dhe cornering lights, që edhe versioni i thjesht nuk i ka. Pra kur futesh në kthes, dritat siç i ka Matrixi Audit ose dritat inteligjente Benzit, që kur futesh në kthes, dritat kthehen sipas kthesës. Ja t'ia shohim pak dhe opsionet që kanë crosscut. Për sa i përket opsioneve që ka crosscut, ky ka crosscutin ndarë me 2 pjesë. Te pjesa këtij, te pjesa e majtë, domethënë tregon xhirot dhe modalitetet, kurse te pjesa e djathtë tregon kushtet teknike të motorit. Po të futemi në menu të motorit. Ne rregullojmë pak kamerën. Do shohim që ka të njëjtën menu siç e kishte edhe më të nënta. Ka display settings që rregullon settings e ekranit. Ka settings të tractionit, të slide-it dhe të liftit. Traction control, slide control, pra rrëshqitja e gomës, dhe lifti që është goma e parë. Ka vehicle settings, ku mund të rregullosh engine braking, menu të bezdisshme që ka, engine braking dhe quick shifter. Siç e thash, ky e ka quick shifter up and down, kështu që mund ta bësh on dhe off sipas dëshirës, domethënë. Ka indikatorin e shiftit, pra në sa xhiro do që tregoj që duhet ndrosh marshin. Ky e kalon në 11800 xhiro. Ka këto maintenance, këto të servisit, units, milja apo kilometra, brightness të ekranit, orën normalisht, kalibrimin e sensorit. Ideja e kalibrimit sensorit është një opcion që kur ti bën servis motorit dhe vendos sensorin, këtë opcionin domethënë e bën që execute, ky i ruan gjitha ato kalibrimet që ka pas para se shkojnë servis, në mënyrë që mos i humbasësh, se normalisht motorat tillë kalibrohen sipas riderit. Pasaj këtu ke dhe modsat. E futemi me këtë butonin këtu. Futemi te menuja, futemi këtu. Këto janë amortizatoret para. Kjo është konfigurimet e motorit manual. Dhe këto janë pasaj modsat që mund ndryshohen. 1 është më agresivi, 2 3 dhe 4 është më i buti. Këto janë dhe opsionet që ka në crosscut. Po ta shikojmë pak pamjen e këtij motori. Është shumë i bukur. Domethënë një ndër motorrat sport touring më të bukur. Ja ti bëjmë një 306 vjeç. Do ta shikoni pak zinxhirin sa i pastër. Amortizatorin brava e ka me regjistrim. Pra high edhe s'po vjen fjala smooth, pra të butë ose të fortë. Është me filtr KN, me filtr sportiv, tajri domethënë. Shumë i bukur si motor. Po edhe në dhënë
shumë i jashtëzakonshëm. Një ndër motorat sport touring më të bukur dhe më të veçantë, edhe fix kategoria sport touring, domethënë. Okej, kaq kishim dhe për sot. Ne do vazhdojmë videon, do bëjmë një xhiro të vogël fare. Mos harroni të bëni subscribe, që të kemi sa më shumë video tilla. I kapim gjitha motorat që ekzistojnë. Okej, e bëjmë dhe një xhiro të vogël dhe do mbyllim. E bëjmë një xhiro tani te pjesa ime e preferuar e qafë babës, që është kjo këtu. Dhe ma poni fiksim të vili kontrolin me provubus. Që për motor touring, sport touring është gjaj manevrueshëm. Frenat i pasta shumë të mira. Nuk e pa çfarë që sistem frenimi ka. Aroma, ja dhe shumë tani kur të lajoj. Po pasa një sistem frenimi super. Si Nissin duket, po mreti GS-ja. Ka dhe xhamin tjetër, po kyja ka heq, e ka bërë më shumë sportiv. Ka zakonisht ka xhamin e gjatë. Tani do ndalojmë, do mbyllim dhe videon. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të na bëni subscribe, është goxha e rëndësishme për mu. Dhe të shohim pak çfarë frena çka. Për ma bëni fiksim tani. S'pat ka asë një lloj shënimi. Pysim pronarin. Brava është Nissin. Para mbletet për të pa. Qa sistemi e ka frenimin kë? Se di, ha? E pas ka super, shumë të mirë. Okej, nuk e di, mbetet për të googulluar, shohim ChatGPT, tani po e mbyllim.